3 vite pas sekuestrimit të 485 kg kokainë në frakull të Fierit, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka identifikuar 5 bashkëpunëtor të rinj, të dyshuar si pjesë e rrjetit kriminal që operonte laboratorin. Më 4 mars 2026, Gjykata e Posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar vendosi masën e sigurisë arrest në burg për 5 persona. Më 5 mars, 3 prej tyre, Clement Gjolena, Musa Gjikola dhe Aldi Zonja u arrestuan, ndërsa 2 të tjerë, Kevin, alias Arjan Margjoni dhe Durim Keqi, mbeten në kërkim. Laboratori u zbulua më 24 nëntor 2022 në frakull të Fierit. Aty u sekuestruan 485.5 kg kokainë, të fshehur në 400 thasme plek kimik, me një vlerë rreth 40 milion euro në treg. Ngarkesa kishte mbërritur nga Kolumbia dhe ishte transportuar përmes malit të zi. Banesa ku ishte ngritur laboratori u identifikua në pronësi të ish kryetarit të komunës së Frakullit, Viktor Çernavakut, i cili nuk jetonte aty. Gjatë aksionit pati të shtëna ndaj policisë dhe disa persona u arrestuan në flagrancë. Operacioni çoi në arrestimin e një rrjeti që përfshinte trafikant, transportues dhe persona të përfshirë në përpunimin e kokainës. Për këtë episod janë dënuar tashmë 10 shtetas shqiptar, ndërsa hetimet vazhdojnë ndaj një shtetasi kolumbian.